Ministri për Evropën dhe Punët e Jashtme Ferit Hoxha u takuan në Bruksel me komisioneren për zgjerimin të Bashkimit Evropian Marta Kos, ku në fokus ishte procesi i anëtarësimit të Shqipërisë në Union. Shefi i diplomacisë tha se në fokus ishte procesi i avancuar dhe dinamik i negociatave për vendin tonë, me theks të rëndësia e momentit aktual dhe vijimi përpara me qëndrueshmëri. Është thënë shumë herë, por mbetet thelbësore, një proces zgjerimi besueshëm dhe i bazuar në merit varet nga vendime në kohë që ruajnë besimin dhe mbajnë procesin të parashikueshëm, të orientuar drejt së ardhmes dhe efektiv. Zgjedhja e Shqipërisë është e qartë. Rruga e saj drejt BE-s bazohet në angazhime të forta, reforma të qëndrueshme dhe rezultate konkrete. Ministri Hoxha tha se përmes një reagimi në rrjetin social X me komisioneren Kos, diskutoi gjithashtu për zbatimin e agjendës së reformave të planit të rritjes, i cili në rastin e Shqipërisë përplotson procesin e anëtarësimit në Bashkimin Evropian dhe sjell përfitime të prekshme për qytetarët. Diskutuam gjithashtu zbatimin e agjendës së reformave në kuadër të planit të rritjes, i cili në rastin e Shqipërisë plotëson procesin e anëtarësimit në BE dhe sjell përfitime të prekshme për qytetarët. Për afrimi vazhdueshëm me standardet e BE-s, forcimi i shtetit të së drejtës dhe një gjyqësor i pavarur e profesional, si dhe progresi i qëndrueshëm në të gjithë kapitujt e negociatave, mbeten prioritetet tona të përditshme. Shefi i diplomacisë thotë se në diskutim u theksua edhe rëndësia e një komunikimi të qartë mbi përfitimet dhe përgjegjësitë e zgjerimit, me synim arritjen e mbështetjes publike dhe nxitjen e transparencës. Komisionerja Marta Kos vlerësoi nga ana tjetër progresin e arritur nga Shqipëria dhe theksoi rëndësinë e vazhdimit të reformave, duke nënvizuar se procesi i zgjerimit mbetet i bazuar në merit. Gjatë një bashkëbisedimi në Këshillin e Atlantikut në fundjavë, përfaqësuesi i lartë e Brukselit tha se Shqipëria mund të jetë pjesë e Unionit edhe përpara vitit 2030, nëse do ta meritojë, ndërsa është shprehur kundër një ideje për anëtarësimin pa të drejtë vetoje, të artikuluar nga kryeministri i Shqipërisë dhe presidenti i Serbisë.